Për shembull, çfarë mendimi keni juve për rrëzimin e tunelit të Llogaras, rrëzimit dëmtimit, ose rrëzimit të rrugës, rrugë mirë. Gënjeshtër jashtëzakonshëm. Pra keni gënjeshtër. Gënjeshtër jashtëzakonshëm. Patjetër, okay. Edhe nuk e prisën aty. E pres nga ata që janë të papërgjegjshëm, fatisin një i përgjegjshëm. Faleminderit për respekt. S'mund ta thuash këtë që është rrëzuar tuneli Llogaras. Më josh dhe më miklon fakti që mendimi mi që ke përmendur. Më miklon. Pyetja ime është tani. Po për rrugën e qaf Quksit në qaf Plosht. Dini që është rrëzuar? Dëme me miliona euro, një rrugë sa po ndërtuar me një kosto të mërësisht lartë. Për këtë keni ndonjë mendim? Po çfarë mendimi do? Inxhinieri. Ju kur vjen puna për kushtetutën keni mendime vazhdimisht. Futen profesion. Jo. Ja për pamja parave të buxhetit shtetit dhe cilësisë asaj rruge. Pra qeveria merr taksat tona dhe me këto taksa bën investime publike. Këto investime publike shkatërrohen për pak kohë. Pyetja ime është, ta mbaroj. Pyetja ime është kjo gjë. Ju si kuvend që keni për detyrë të mbikëqyrni qeverinë dhe shikoni që gjithë këto vepra infrastrukture kanë një problem. Ja po them pra Murrizit, tuneli Murrizit i çar kudo. I çar kudo. I Llogaraja është mbyllur derisa të rregullohet çfarë të rregullohet. Tani. Okej, mirë, gabim. Më lër, të pyetja që ndron. Po kush pranon gjithë këto vepra? Një sekondë më të mbaroj. Do ta bëj pyetje. Ju si kuvend keni për detyrë të kontrolloni qeverinë, të krijoni llogari. Dhe sa të merreni me këto gjërat kryetuse, pse nuk bëni një gjë? Shikoni, si zhvillon këto tendra nga pikpamja procedurale. Qoftë edhe duke u nisur nga tekstet që kanë dalë, lëma në penale. Zonja Balluku është krejtësisht e pafajshme, derisa ta vendosi gjykata. Por ju, si parlament që keni për detyrë të mbikëqyrni qeverinë dhe mënyrën si qeveria shpenzon parët e shqiptarëve. Kur shikoni këto vepra infrastrukturore të bëra keq ose në krizë, kur shikoni këto komunikime ku tendrat hapen dhe mbyllen në mënyrë arbitrare, kur shikoni që para sa këto, ju nuk daleni një moment të thoni prit, ne do hetojmë tani, ore si vendos qeveria shqiptare për programimin e parave publike në infrastrukturë. 1. E dyta, ju nuk ndalin çast toni, çfarë janë këta drejtorë që i bindën ministrit kështu dhe u ligjit, i thotë ministrit ta bëjun si duash ti ta hap ta mbyll. Ju do dalin një moment thoni, kjo administratë publike, si rriton këta njerëz, si zhvillohet kjo karrierë, si kjo administratë publike. Pra, këto janë tamam gjërat që duhet bëjë një kuvend. Dhe pyetja është kjo gjë. Pse korrupsioni që është nga problemet kryesore të Shqipërisë nuk zë fare pesh në analizat tuaja, në komentet tuaja, në kritikat tuaja, në vetarit tuaja të përditshme. Okej, tele minutën këtu flasjes. Po. Për të marrë kohën e ti. Sa kohë kam? Sa duhet, po me të temë. Më shumë se sa ju jep Niko Peleshi opozitës do të keni ju, kështu që sekretar kuvendi. 3 minuta. Gjithkohë ndihmë nuk flas më, me kush që flasim për këtë çështje. E para, gënjeshtër dhe gënjeshtër e keqe, edhe e kuptoj kur e bëjnë të papërgjegjshëm, po duke vlerësuar përgjegjshmërinë e kolegut, nuk është rrëzuar tuneli i Llogaras, nuk është rrëzuar tuneli i Murrizit. Janë vepra publike të jashtëzakonshme, me ndikim të jashtëzakonshëm në zonat përkatëse, në turizmin e Shqipërisë dhe të bëra me vështirësi, se kishte vepra publike të vështira, të cilat janë realizuar të vështira në Shqipëri. Po, shumë të vështira ajo e Murrizit. Edhe përsa i përket rrugës Qukës-Qaflloç është një dram e tranzicionit shqiptar. Një rrugë e nisur para nuk e di se sa vitesh, e projektuar me kushtet e para kushtet di se sa vitesh, edhe realizuar avash, problem pas probleme, dhe një rrugë e cila realisht ka nevojë që të shikohet nga pikpamja e gjeologjisë saj, dhe këtu ke padyshim edhe unë si qytetar në të parë, pastaj si deputet, si përvajsues i forcë politike, nuk ndiej mirë që një rrugë e realizuar, por duhet parë arsye dhe për këtë, tani të futemi te pjesa tjetër. Si reagojmë ne karshi kësaj? Qose do të merresh kuvendi, pret që kuvendi të marrë dhe të shikojë tenderat, këtu pastaj do të kemi gabim. Kuvendi nuk është organ hetimor. Ne hetimin ja kemi lënë drejtësisë re, dhe drejtësia është ajo që gjykon, edhe logjikon. Te korrupsioni. Te korrupsioni, mos më ndërprit pra 3 minuta më le tani. Okej. Tani neri tani kur ka qenë kur kemi qenë së bashku neri tani në debatet që drejtoheshin nga Krasniqi, thoshte që ka 2 korrupsione. Korrupsionin e madh dhe korrupsionin e vogël. Kapilar dhe elitar. Jo, korrupsioni i madh dhe korrupsioni i vogël. Siç thash, shtetit komplet nga pra, korrupsioni i vogël është ajo i raportit të qytetarit me administratorin, me burokratin. Por sa i përket kësaj, është bërë një hap i jashtëzakonshëm. Edhe kjo është një mekanizëm në luftën kundër korrupsionit. Pra, digitalizimi i shërbimeve, mos pasje kontaktit drejt për drejt të administratës me
qytetarët. Reformat që janë bërë që u përmenda. International që ka bërë raportin e fundit, keni rënë o zoti Klosi? Dakor. Po, më lërë për 3 minuta. Po. Se Niko Peleshi nuk e ndërpret opozitarëve fjalën. Pra, kjo janë përpjekjet antikorrupsion. Ngritja problemet në rrugët janë probleme gjeologjike, jo korrupsioni. Apo mos ta mbaroj. I lutem t'ja lëm zotit Klodi se i dha fjalën. Problemet gjeologjike nuk janë probleme korrupsioni dhe problemet administrative. I lutem zoti se jam mirë se i dha fjalën zotit Klosi. Se e bën probleme ti pra. Bëj pyetje, e kuptova gabim. Bëj pyetje pra. Pra Kuptoj, jo. Pa mëshirshme me Partinë Socialiste. Jo. Nga rrugë e ura, aeroporte dhe porte ndërtuara, ka probleme që ju i thatë, që po hetohen për sa i përket çështjeve penale. Edhe këtu nuk mund ndërhyj politika, ja kemi drejtimin administrativ të procedurës administrative. Po 20 sekonda ta mbaroj tani. Po pse e kuptoj që ja futet kote dhe tani e drejt muhabet. Mos e ndrihet. Qëndro aty ku ishe. Pra, për sa i përket mira veprave të mëdha dhe të vogla publike, ka vepra që kanë probleme. Dhe ato vepra hetohen nga pikpamja penale nga organet e drejtësisë. Dhe këtu qeverisja nuk hyn, politika nuk hyn, dhe padyshim ka dhe vepra të cilat duhen hetuar po ashtu për arsye penale, se si nuk është bërë, se këto i folën për tenderimin. Tani se si nuk kanë bërë projektet siç duhet, dhe këtu padyshim nuk është politika që mund të bëjë hetimin. Duhet ta bëjnë organet e drejtësisë. Ama politika për të luftuar korrupsionin ndërton sisteme. Dhe prandaj them në mbyllje të gjithë kësaj bisede, aq sa mund të quhet e mbyllur kjo pjesë e bisedës, reforma në drejtësi është arma më e madhe antikorrupsion që ka ndërtuar Partia Socialiste dhe Edi Rama. Pse doni të ndërhyjni kur është kaq e suksesshme zoti Klosi? Çfarë nuk shkon? Po nuk kemi ndërhyrë më njëri. Ka nevojë për mirësime për çdo gjë. Ku e kemi ndërhyrë? Për çfarë ndërhyrë? Po thuaj, ku e kemi ndërhyrë? Për çfarë ndërhyrë? Dakor. Juve dakor. Jeni drejtuesi një emisionit gazetar shumë ekstrem. Për kë ndërhyrje keni fjalë? Kush është ndërhyrja? Kush është ndërhyrja që keni presioni? Kush është kritikon? Do bëni një hyn. Presioni publik është ndërhyrje, patjetër. Zotria tha do bëni një ndërhyrje. Për kë ndërhyrje keni fjalën? Për kë ndërhyrje? Po jo ti më tha zotria. A jeni bashkë? Ju do të dyshoni ligjin me që Jo. Ta them unë prapë. Për çfarë ndërhyrje? Koleg, për çfarë ndërhyrje kishe fjalën? I nderuar. Koleg, për çfarë ndërhyrje kishe fjalën? Ma thuaj ndërhyrje. Pyes ju, a flisni për ndërhyrje? Ju jeni deputetët tuaj, janë ndjeni të ndryshimeve dhe çfarë ndërhyrje? Për çfarë ndërhyrje? Për çfarë ke fjalën më thuaj? Konkretisht për Ministri i Drejtësisë së fundmi ka thënë ne do ndërhyjmë në ligjet e reformës në drejtësi për ta bërë më të shpejtë, për ta bërë më afër qytetarëve, për t'i dhënë zgjidhje dosjeve. Çfarë ndërhyrje do bëni? Po ju pyesim. Do e përmirësojmë tash. Si do përmirësohet? Na i shpjegoj qytetarëve që madje mos kenë frikë që çdo gjë që po bëhet është bërë. Ndërhyrje negative. Pra ne nuk kemi asnjë rast dhe përgatitur kur të bësh emisionin që të kërkosh që tani hajde po ju pyes ju, un kam kam numrin 2 të Partisë Socialiste, na i shpjegoj. Mirë, shumë mirë ke bërë. Pra kam, po ja u them fare sinqerisht. Ne nuk kemi asnjë plan që në këto reforma që kemi ndërmarrë ti ngadalsojmë. Vetëm të çojmë ato përpara. Dakor, një pyetje kam për zotin Klosi. Vetëm përpara. Si numri 2 i Partisë Socialiste. Nuk ka numri 2 i Partisë Socialiste. Okej, si ministër, si funksionari i Partisë Socialiste. Si sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste. Sekretari i përgjithshëm, funksionar i lartë, njeri